prokurorin. Pas një aksidenti të ndodhur në vitin 2012, luftar dhe pranver abuzi nga qyteti Fierit kanë humbur fëmijën e tyre 2 vjeçar. Pas hapjes dhe rimbylljes 2 herë të çështjes për vdekjen e fëmijës, prokurori vendosi ta mbyllte sërish atë, vendim i cili ra në kundërshtim me kërkesën e prindërve. Luftari dhe pranvera më pas në një letër drejtuar institucioneve kërcënonin prokurorin me vrasje. Nëse nuk bëhet drejtësi, vrasim prokurorin, shkruhej në letër. Menjëherë pas këtij kërcënimi policia ka arrestuar pranverën, ndërsa bashkëshorti i saj luftari është shpallur në kërkim. Ngjarja ka ndodhur në vitin 2012 në qytetin e Fierit, kur kamionçina përplasi për vdekje fëmijën e tyre 2 vjeçar, Dionis Buzi, teksa ky i fundit ishte duke luajtur.